jashtëzakonshme në Vlorë. Sekretari i Bashkisë të japi dorëheqje, 2 rruga. Të shpallet gjendje jashtëzakonshme, të vi prefektja, sekretari i Bashkisë, të vi ministri i përkatës, të shpallin gjendjen e jashtëzakonshme në Vlorë. Vlora është në alert. Është një krizë humanitare. Jemi në trag të një epidemie. Vlora ka në ditën e 5 pa ujë. Ka 4 ditë vetëm propagandë dhe vetëm propagandë. Jo do vi pjesa në Selaniku, jo do vi në Malizi, po pjesët kanë qenë këtu, janë tenderuar miliona euro. Bashkia, ky është institucioni turpit i usurpatorëve që kanë 26 vjet. E kanë katandisur Vlorën në këtë deregje. Vlora nuk është më Vlorë, si pasojë e këtyre personave që dje doni të bënin mbrëmje po galaja e vërtet.